Kush e meriton sadakatul fitrin pak më? Shumë pyetje në vend. Kujt duhet ja japim sadakatul fitrin? Dietarët në këtë çështje ka prej atyre të cilët e kanë shtrënguar dhe të tjerë të cilët pak e kanë zgjeruar rrethin, edhe pse sidomos në kohën tonë ajo që është më praktike është që rrethi të jetë më i zgjeruar. Nga se ne sot gati se është e pamundshme ose shumë e vështirë të gjejmë njëri i cili s'ka mundësi të ketë tryezën e Bajramit ose nuk ka kafshatën e bukës për atë ditë. Flas për vendin tonë, kuptohet, nuk flas për vende të tjera. Megjithatë në vendin tonë së paku, gati se është shumë e vështirë, mos them e pamundshme, që të gjejmë njëri i cili s'ka kafshatën e bukës për atë ditë. Andaj shikojmë njerëzit të cilët janë në gjendje të ngjashme. Po se gjetëm këtë që s'ka kafshatën e bukës, japim dikujt që është mbi këtë shkallë. S'është ai dikush tjetër. Andaj njerëzit të cilët meritojnë ndihmën e të tjerëve në aspekt të zekatit meritojnë edhe sadakatul fitrin. Andaj u japim atyre të cilët ndoshta janë të zhytur në borxhe, të cilët kanë probleme financiare, po ai ndoshta merr rrogë, apo rroga e tij është 350 euro, po ai ka 5 fëmijë, ka një grua të sëmurë, i ka prindët me vet. E kupton? Çka bëjmë me këtë person? Si themi, si ka mundësi që ose rroga e tij të mjaftoj atij në jetën e tij? Shumë e vështirë. Andaj japim atij nga sadakatul fitri.